Të shtëna me armëzjarri janë regjistruar mesditën e sotme në Pogradec, ku i plagosur në këmbë ka mbetur Brian Syzo. 35 vjeçari është një emër i njohur për policinë pasi rezulton me precedent penal. Autori i dyshuar i ngjarjes është 24 vjeçari Nikola Golli, i cili është arrestuar nga policia pas një ndjekjeje disa minutëshe, duke u kapur në Prenjas. Ndërkohë vijon kërkimi për armën e krimit, e cila dyshohet se është e hedhur në një zonë pranë liçenit. Sipas burimeve pranë hetimit, dyshohet se në zanafill të ngjarjes qëndron një konflikt i hershëm mes palëve. Burimet bëjnë me dije se Golli është plagosur në janar të vitit 2025 në një berberhane në lagjën numër 1 të Pogradecit. Për atë ngjarje u dyshua si autor Sindi Syzo, vëllai i Brian Syzos, çka ka ngritur dyshime se plagosja ndodhur sot mund të jetë vazhdimi të njëjtit konflikt. Ndërkohë grupi hetimor po vijon hetimet për zbardhjen e plotë rrethanave të ngjarjes.